Ja dhe kemi kthyer të këndi bisedës miqtë. Mirëmëngjesit, flasim për turizëm shkencore, ballafaqimi me të kaluarën, burimet, programet dhe pedagogjia në vite të rëndësishme, siç kanë qenë ato vitet 1990-1999. Jemi me drejtoreshën e Institutit e Historisë Ali Hadri, zonjën Teuda Peli Shala. Zonja Shala, faleminderit që erdhët, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhët, sa sigurisht më na tregu më shumë për punën që jeni duke bërë atje në institut dhe në fakt të vazhdueshme këto tërheqësa shkencore që po tentoni me rikthyve mendjen te periudhat të caktuara të historisë sonë. Po kjo 90-99 vërtet është një periudhë jashtëzakonisht interesante, shumë dinamike, shumë, nëse gërmon aty gjen gjithçka. Gjen shumë shka nga gjitha perspektivat. Ju jeni ndalësa te programet arsimore, aspektet pedagogjike, po edhe pak nga kuptimi historik, apo jo? Po, ashtu si që prezentuat edhe ju, sot dhe fillon punimet treza shkencore, ballafaqimi me të kaluar, burimet, programet dhe pedagogjia, cila përfshin në periudhën kohore 1990-1999, Treza organizohet nga Instituti Pedagogjik i Kosovës, në bashkëpunim me Institutin e Historisë Ali Hadri dhe Fondin për të drejtën humanitare. Ashtu si që kemi paralajmëruar dhe në bazë të agjendës dhe programit, Treza sot i fillon punimet në orën 9, bëhet në Fakultetin e Edukimit, janë 2 panele. Në të dyja panelet do të prezentojnë përvojë dhe perspektivat e tyre nga 4 studius, të cilët janë përfaqësues nga Instituti Pedagogjik, Instituti i Historisë Ali Hadri, Fondi për drejtën humanitare, pastaj kemi përfaqësues nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik dhe Fakulteti i Edukimit, po ashtu përfaqësues me prezantimin e tyre do të paraqitet edhe nga Instituti për krimet e kryera gjatë luftës. Domethënë jemi mbledh institucionet kryesore si ato shkencore ashtu edhe ato të arsimit të lartë për të trajtuar këtë temë që mendojmë që është mjaft delikate, ka shumë ngjarje, ka shumë zhvillime. Edhe pikërisht kjo është arsyeja pse jemi ndalë në këtë periudhë kohore. Besoj që secili vit ose secila ngjarje mund të organizojë një tredh ose themi edhe një konferencë shkencore, sepse ka një dinamikë të zhvillimit të ngjarjeve, secila është më e ndihshme. Edhe sot është para prezantimi dhe diskutimi, domethënë deri në përfundimin e luftës. E veçanta e kësaj tredhe është se të pranishmit do të kenë mundësi të diskutojnë me panelistët. Aty do të diskutojmë se cili do t'i këmbej ato përvojat nga institucioni, për shembull Instituti Historik do të prezantoj si institut çka kemi bërë gjatë tyre viteve për periudhën 90-99, a është studiu sa duhet, nëse po. Andalemi këtu. Po. Janë vitet pothuajse më të pritshme të funksionimit, edhe pse në rrethana të jashtëzakonshme në kushte robrie, po të funksionimit të gjithçkaje. Pa marrë parasysh thundrën që kishim përmbi. 90-99 vite të vlimit në aspektin edhe kulturor, por historik patjetër, si me thëmë përgatitje një revolucioni që do të ndodhte më pas në 99 me lirinë e Kosovës. Ne kemi diskutuar edhe në studio, natyrisht jemi dëshmitar real të kohës që ka botime, ka dokumente, patjetër është bërë punë, por kur nuk është mjaft ndoshta për dokumentuar gjithatë se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe. Duke përfshirë dhe duke qenë të vetëdijshme të ndërgjegjshme që këto institucione që janë përfshira në këtë tryje, secili ka domethënien më të rëndësishme se sa tjetri, a mendoni që vërtet ka dokumentacione të bollshme? A mendoni që ballafaqimi i fakteve sot në një si më thënë shtrirje kohore sa vjeçare pas përfundimit të luftës në Kosovë që ka dokumente të bollshme për të folur për atë periudhë kohore? Natyrisht se unë po filloj për Institutit Historisë aty dhe ku punoj që 23 vite. Ne kemi punu sa i përket publikimeve, po edhe organizimeve të konferenca dhe aktiviteteve duke trajtu segmentet ndryshme nga periudha e cila sot do të jetë objekt trajtimi në këtë rreth. Mirë po nuk mund të themi që janë thënë të gjitha. Natyrisht se me ulëmtimet, vazhdimisht me ulëmtimet të reja, hasim në dokumentacion të ri, por natyrisht edhe ballafaqimi edhe me literaturën, sidomos për shembull qasja e studiusëve të huaj ndaj kësaj periudhe. Po sot ne do të trajtojmë secili institucion sa kemi mbri, sa janë publikimet e institutit,
a janë të mjaftueshme, nëse nuk janë të mjaftueshme, pse? Nëse nuk është trajtu sa duhet kjo periudhë, pse nuk është trajtu? Cilat janë sfidat për studiues, sepse nuk është e lehtë ballafaqimi me të kaluarën, cilat janë sfidat, cilat janë vështirësitë. Nëse janë vështirësitë, atë çka duhet punoj institutin këtë drejtim në mënyrë që ti të i kalojmë ato vështirësi edhe të elaborohet sa më mirë dhe sa më drejt kjo periudhë, sepse nuk është e lehtë për një studiues të merresh dhe të trajtosh tema nga periudha 90-99, sepse edhe shumë nga njëra perspektive se shohim janë akoma gjallë. Të shohim sa mund me qenë objektiv ose subjektiv. Nga njëra anë edhe përparësi. Që merrni dëshmi të gjallë nga protagonistët. Për shembull me rujt, sa i përket rujtit të kujtesës kolektive, është mirë që ne t'i shfrytëzojmë ata persona cilët kanë qenë kyç në zhvillimin e shumë gjëra të rëndësishme nga kjo periudhë, të marrim kujtimet e tyre, intervistat e tyre, sepse janë shumë të rëndësishme për të ardhmen, për me ndërtu një histori ashtu drejtë të bazume, jo vetëm në dokumente, po ballafaqime dhe dokumente, dhe me kujtimin e personave cilët kanë kontribuar edhe cilët akoma një pjesë akoma i kemi atë. Kur jemi këtu, si e kemi ne ballafaqimin me të kaluarën, sa të ftohtë jemi në raport me një të shkuar të afërt, le ta themi kështu, edhe sa studiues do të jemi në këto raste, mos na rrëmbejnë emocionet, po që për një studius natyrisht nuk duhet të ekzistojnë, dhe të shkruat drejt ajo çfarë ka ndodhur. Kush e shkruan sot historinë e asaj periudhe? Pikërisht studius, po filloj nga përvoja që i kemi në institut, nuk është shumë e lehtë përcaktimi ballafaqoshme këtë periudhë, sepse jo gjithherë ata për publikimi i rezultateve të institutit, nështë ajo gjithherë ka mu prit mirë, sepse secili person e ka atë këndvështrimin e vet, e lexon edhe e kupton në atë prizmin e vet. Kuptim se ky e jon, ose pse një ngjarje ka dhënë hapësirë me shumë ngjarje tjetër, jo natyrisht ne si institut po mundohemi prek gjitha ngjarjet, mirë që mos më met për asnjë personaliteti që ka kontribu, pa asnjë ngjarje që ka qenë shumë e rëndësishme në këtë periudhë, mirë po varet ashtu edhe nga interesimi dhe specializimi i studiuesve, sepse ku do të fokusoni, në cilat tema konkretisht? Po, absolutisht. Kohore edhe prandaj edhe kohëve të fundit si institut kemi filluar edhe me kuadra më forcu në kuptimin e domethënë studimit të kësaj periudhe, po natyrisht nuk kemi të ndalë as me apo ndalim tash te ky aspekt, do të them, se sot flisni për programet edhe për pedagogjinë, për arsimin, apo i bie që vërtet ka qenë shtylla kryesore e mbajtjes së shtetit, siç ka qenë në ato periudha, apo jo, në një periudhë që organizohet që sot e pamundur paramendohet. Absolutisht, për gjeneratat e reja e pamundur të paramendohet, por që ka funksionuar dhe ka dalë, si më thonë, kuadra nga ajo periudhë që sot i kemi gjithandej në për institucione. Mandej, për shumë në atë periudhë, shumë interesante që në atë periudhë ka dalë, ka pasur dhe bashkëpunime me Universitetin e Vjenës, për shembull. Universiteti i Prishtinës në ato rrethana ka rritë që studentët e vet me i dërguar në Universitetin e Vjenës edhe diku tjetër, po dhe jo vetëm në ato të Zagrebit, në plot të tjerë universitete. Vjena është ajo që i ka hapur dyrë shumë më shumë në atë periudhë Zagrebi më herët. Pra, thjesht këto duhet vënë në pa, apo jo? Duhet me u theksu këto. Po, sot edhe panelistë, domethënë në kodet e kësaj tëreze do të kapin pikërisht këto segmente, sepse periudha viteve 90 u prek arsimi, u prek kultura, nuk ishin vetëm ndryshime në aspektin politik, por gjitha aspektet e jetës në Kosovë, domethënë pat ndërhyrje, pat ndryshime, mirëpo ne i mbjetum asaj shtypje dhe atij presioni që patëm. Duke si popull në vështirësi, se organizohemi. Vërtet shumë më mirë. Natyrisht përfaqësues nga Instituti Pedagogjik do t'i prekim pikërisht këto programe, edhe në atë kontekst për dhe pas luftës sa janë përfshirë për shkolla në plan programe, sa është trajtu, si pritet ballafaqimi tek nxënësit, po dhe mësimdhënësit, se janë trajnu për ta interpretuar tek nxënësat, domethënë mënyrën se si duhet ballafaqohemi me të kaluar pashtu në si që keni pa pjesë të programit janë përfaqësuar nga Ministria e Arsimit, Departamenti përkatëse cilët merren me këto problematika, besoj edhe ata do t'i sjellin përvojë dhe perspektivat, po ashtu edhe planet e Ministrisë Arsimit lidhur me implementimin e kësaj teme. Kam një pyetje që lidhet me këtë që po thoni patjetër.
A mendoni se është pak e përfshirë historia pikërisht e këtyre viteve, 90, 99, sidomos tek librat e historisë që mësojnë fëmijët tanë, edhe si prind po ju pyes, po patjetër edhe si një gazetare, që kam dilemat e mia sa i përket kësaj. Nuk mendoj që nuk është e përfshirë sa duhet. Sigurisht ata që përpilojnë tekstet shkollore mund ta dinë më mirë sepse nuk e bëjmë ose jemi afër ende, historia duhet shkruar tek mas 50 vitesh, por mendoj që është pak e përfshirë. Nëse ende mësojmë për një të kaluar shumë të largët, nuk është keq, asaj jo patjetër, por historinë që e kemi super të freskët nuk e, si me thënë, e inkuadrojmë fort në librat shkollor. Pikërisht se një prej temave debatit sot do të jetë edhe kjo sa është përfaqësuar tekste shkollore. Natyrisht edhe unë si prind e shoh e kam atë mendimin tim sa i përket sidomos periudhës viteve 90 përfshirjet, po sot do të shohim pse ndoshta nuk është në atë nivelin si prind ose shoqëria jonë mendon se duhet me qenë më shumë e përfshirë kjo periudhë tekste shkollore, pikërisht sot do të trajtojmë sepse janë shumë elemente të cilat ndikojnë që kjo periudhë ndoshta ka qenë më e kufizuar. Sot do t'i diskutojmë ato sepse për shembull lufta e fundit na e dim se në fillim nuk ka qenë edhe shumë e përfshirë, po me ribotimin edhe me rishikimin ka fillu besoj edhe do të fillojnë të armën të përfshihet, mirë po pas luftës ndoshta ka qenë shumë e pakapshme për ata cilët e kanë përjetuar luftën, ka ndodhur krime brenda familjes tyre, ndoshta edhe ka qenë shumë e vështirë si fëmijë mi kap ose mi mësu ato, po besoj tash kanë kalu gati 30 vite pas luftës edhe është momenti që ne të ofrojmë sa më shumë gjeneratave të reja dhe të ballafaqohemi me këtë kalume dhe cila nuk është shumë e lehtë edhe për këto gjenerata se besojmë se tash gjenerata të reja. Ky është ballafaqimi më i mirë ndoshta me të kaluarën, duke e folur dhimbjen, duke i folur sakrificat, ne si më thënë e stresojmë atë. Po, pas luftës gjeneratat natyrisht i kanë pas prind një pjesë të vramë luftën. Tash janë gjenerata që i kanë gjysh, nështë është pak ma një varë distancë që duhet një distancë që ne ta elaborojmë ma shumë që temë në për shkolla. Nuk e si historianë se keni edhe këtë dilemë, se vitet të 90 për shembull i kanë dy fytyra, si më thonë, nëse mundi me thonë, një dy fytyra në kuptimin negativ, kuptimin ma pozitiv të fjalës, si më thonë, dy periudha, është ma mirë me thonë të mos keq kupton. Kuptimin që nis me një rezistencë paqësore, edhe zhvillohet arsimi, zhvillohet shëndetësia, zhvillohen ato punë që mundet me u zhvillu dhe organizohet shoqëria në mënyrë më të mirë të mundshme, shembullore të mundshme për ato rrethana në të cilat është jetuar, në rrethana okupimi, edhe mandej vjen rezistenca aktive që është lufta. Pra, a ka një farë dileme ku ka me nisë, ku me kap, apo është krejt e qartë? Është njëra dhe është tjetra se cila i ka pjesët e veta të kontributit? Jo, është e qartë, sepse na në histori zakonisht nuk, për shembull, e marrim me studiu luftën e fundit, nuk flasim për luftën e fundit drejt për drejt, po him një histori. Çka ka ndodhur, ngjarje të cilat i kanë parapri edhe kanë ardhur deri te lufta e fundit. Natyrisht se secila ngjarje që ka ndodhur në vitet e 90-ta, natyrisht përveç rezistencës pasur organizimit të arsimit. Ka qenë një kronologji ngjarjesh. Ato në kronologji kanë ardhur, mirë po gjeneza e kësaj ka ardhur edhe më herë sepse 68-a, me demonstratat, 81-shi, 89-a. Me shikuar aspektin e historisë prej vendimit të konferencës Londres, ku vendos kufi, natyrisht për Kosovën është krijuar një realitet i ri, i cili besoj që qëllimi tonë ja kemi arrit me përfundimin e luftës, me shpalljen e pavarësisë, natyrisht se duhet punojmë edhe më shumë mënyrë që të realizohet ajo ëndër dhe ajo sakrificë se cilit veprimtar që është angazhuar për çështjen kombëtare. Që meritojnë patjetër duartërkitjet tona të përhershme dhe lavdinë e këtij populli sepse është një brez i tërë që ka sakrifikuar patjetër. Çfarë prisni realisht nga përfundimet, nga rezumet e kësaj tryeze shkencore? Cilat janë gjetjet që mendoni që do t'i keni në përfundim të tryezës? Janë dy panele diskutimi tema shumë të rëndësishme, cilat janë? Bashkë me organizator, dhe me thonë 3 bashkë organizator që jemi, në fund do të ndajmë një hapësirë kohore për debat, në mënyrë që të nxjerrim disa konkluzione, duke fillu nga Instituti Pedagogjisë, Instituti Historisë dhe Fondi për Drejtën Humanitare. Ato konkluzione kryesisht do të lidhen me natyrën e punës dhe me themi me detyrat ose planet që Instituti Historisë ose Pedagogjik duhet i ketë në tarmen në plan programet e veta të punës, në aktivitetet e botimeve ose aktivitetet shkencore, mënyrë që të i kalojmë ato vështirësi dhe ato mangësi ose ato tema cilat ne mendojmë që nuk janë trajtuar sa duhet dhe duhet të trajtohen
akoma ma shumë për shkak se gjetjeve të burimeve, dhe më thonë avancimit të hulumtimeve të studiuzve, natyrisht të plotësimit të literaturës që nga studiuz vendas apo nga studiuz të huaj, ballafaqimi atyre dokumenteve me literaturën tonë, me literaturën e studiuzve të huaj, po dhe me kujtimet edhe me intervistat e gjitha atyre persona të cilet kanë ndiku. Besojmë që Instituti Pedagogjik do të konkluzione me rëndësi. Diçka në këtë drejtim apo thjesht është, si më thonë, nuk është që ka hulumtuar, ka botuar diçka nga Po, Instituti Luneral Transition, për shembull në plan programe, sidomos në edhe Fakulteti i Edukimit që janë këto Luneral Transition në përgatitje në mësim dhanëzve për ta, për ta elaboruar tek nxënësit këtë pjesë të historisë tonë. Po, sidomos ballafaqimi me të kaluarën, të jepet një rëndësi e veçantë kësaj teme, se mendojmë që është një temë thelbësore për historinë, po natyrisht është sfiduese për studiues. Patjetër, bile mund të quhemi, mund të merremi si ekzemplar në botë për mbajtjen gjallë të arsimit shqip në rrethana okupimit. Pa marrë parasysh sepse lufta ende nuk ishte nisur, se në rrethana lufte jemi në tjetër, si me thënë, hapësirë, por tjetër realitet, por në ato vite ka qenë shumë e vështirë dhe më duket që i mbesim gjithmonë borxh dhe ju hym gjithmonë në hak atyre njerëzve të cilët e mbajtën gjallë arsimin shqip në ato vite, mësuesit tanë. Sot nuk është temë diskutimi, por për ato rrethana të kohës vërtet meritojnë respektin e duhur. Natyrisht se sa herë më ka dhënë hapësia Radvi në studiot e juja, ju falenderoj shumë për dhe më thonë hapësirën që përjap një institutit të prezentoj fushëveprimtarinë e vetë, natyrisht unë e kom përsëritur pra po e them sepse periudha e viteve të 90-ta deri te përfundimi i luftës nuk mund të them që është shkruar mjaftueshëm. Natyrisht se çdo vit ne duhet të organizojmë një aktivitet, edhe natyrisht nuk duhet të ndalim edhe me hulumtime në arkiva, po edhe me publikime nga... Se sigurisht janë 9 vjet shumë dinamike, shumë aktive dhe nuk mundesh me një konferencë, as me disa konferenca me i përmbledh gjitha edhe nga gjitha pikpamjet, gjitha perspektivat. Drejtori, shumë faleminderit që erdhët sot. Faleminderit edhe po urojmë që të shkojmë në mënyrë më të mirë të mundshme krejt organizimi, për ndryshe nuk e di këtu në studio po dëgjohet shumë kjo që po e shihni tash në pamje, është një shi i rrëmbyeshëm që tashmë e ka përfshirë Prishtinën, nuk e di pritej një shi, po jo kaq shpejt edhe jo kaq kështu i rrëmbyeshëm edhe me një intensitet të tillë kaq të lartë, po e shihni, po besojnë edhe në pamje kështu mroljen e qiellit Prishtinës edhe një mjegull që është atje, edhe shiu që po bie kështu, si më thënë, pa u ndal. Po besoj që është kalimtar si shiu i pranverës, Pas çdo shiu, dielli do të nxenë. Ashtu ka ndodhur me fatin e Kosovës në ato vitet e errta 90-99, që po ra një shi i rrëmbyeshëm, por pastaj doli dielli në 99-ën. Kjo është e vërtetë. Çadrat me veti, ju që po dini tash, drejtorisht, e ke çadrën me veti? E ke, jeni bogati. Faleminderit, suksese sot në atë. Po,